mos plotësohen. Zotri Krajinca, diskutohet shpesh, në fakt, sidomos të kohët e fundit, për drejtimin e LDK-s. Në rast se jo Abdigjiku, kush do mund ta merrte? Sepse në deklaratën cilën prononcimin që e pati Abdigjiku para gazetarëve në media, disi edhe e dha një batut ku i pyeti si në formë shakaje disa prej antarëve të LDK se a jeni të gatshëm nëse nuk gaboj ka qenë e tillë që ta merrni dhe ata buzëqeshën, ky i njëjti u kthye dhe tha e shihni nuk ka ende gatishmëri nëse nuk gaboj ka qenë në këto suaza. Po, që të më zëvendësoj dikush. Kush mendon ndoshta që do ishte një kandidat potencial për të marrë timonin e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe ndoshta për t'i dhënë një kaje tjetër partisë? Janë përmendur disa emra, Hykmeti Bajrami, Përparim Rama, janë disa emra cilët edhe përçarkullojnë. Nëse partitë tjera e kanë problem kuadrot, Lidhja Demokratike nuk e ka këtë problem. Në LDK ke disa njerëz që mujnë në çdo kohë të luajnë edhe rolin edhe të ushtrojnë detyrën e kryetarit të partisë për shkak të eksperiencës së tyre dhe për shkak të edhe përgatitjes profesionale edhe të kalumës së tyre. Prandaj mendoj se nuk është ideja tani të flasim për emra, ideja është po flasim për procesin, a do lejohet një proces normal. Deklaratat e tilla kur do më zavendësua ato, unë mendoj që Ishin në formë shakaj, megjithatë unë nënkuptua më pas edhe politolog ndryshëm edhe i dhanë koja asaj se çfarë deshi të thoshte. Po nuk mund t'i pyesësh ata që janë bashkëfajtor me ty për gjithë procesin se a doni me më zavendësu. Ndoshta e udhës do ishte t'i pyesësh a do shkojmë bashkë e ju a doni me më zavendësu, sepse cili është dallimi mes zotit Abdigjiku dhe sekretarit të partisë. Aq sa është fajtor Lumir Abdigjiku, është fajtor sekretari i partisë, sepse ai ka menaxhu me gjitha proceset e brendshme partijake, ka menaxhu me fushatën zgjedhore, ka menaxhu me politikën kadrovike. Prandaj kjo është lojë fjalësh dhe mendoj se LDK-ja është një krizë, nuk mund ta mohojmë, megjithatë ka forcë, ka kurajo, ka besimin e antarësisë saj për dalur nga ky proces faqebardhë. Në çdo variant, në çdo rrethon, zoti Abdigjiku duhet të kontribuojë këtij procesi përmes një deklarimit të tij publik se ai vetë sinqerisht ka vendosur të shkojë, e të mos bëj lojra të tilla se nëse mban kuvende apo nëse nuk mban, në fundit gjithë jemi njerëz, gjithë e dim si bëhen proceset zgjedhore, prandaj një gare e hapur do i mëson të atij të dilte faqebardhë. Besoni se do të ketë disa kandidat? Jo, kështu si po shkon tani procesi, është gjithçka duke u punuar që të koordinohet ai proces, të mos lejohet garë zgjedhore, edhe të jetë një kuvend formal i manipuluar nga gjitha anët me qëllim që të mos pranohet dorëheqja e zotit Abdigjiku. Po besoj që regjia na ndihmon ndoshta edhe me postimin e zotit Abdigjiku në LED, këtu më pas edhe mund të lexojmë nga ajo dhe nuk do të ketë kandidaturë të Hykmeti Bajramit për të parën. Në atë kuvend unë nuk besoj që do jetë edhe temë diskutimi se kur zavendësimi. Unë mendimi im personal është se duhet hapet një garë, të hapen zgjedhje në gjitha nivelet e LDK-s e pastaj të rrihet kuvendi i Lidhjes Demokratike. Nuk mundesh ti të vendosësh kulmin e shtëpisë pa mbajtur proces zgjedhor normal në për gjitha në dekë, sepse nuk është faji vetëm... Sepse nga ajo që thatë, zotri Krajinca, i bie se Abdigjiku ka dhënë dorëheqje duke shpresuar që kjo dorëheqje të mos pranohet. Sepse thatë se po mbahen peng emërimi i disa drejtorëve në mënyrë që, siç e thatë edhe ju, që të shantazhohen të njëjtit për votën për Abdigjikun dhe në këtë mënyrë ai bie se ka dhënë dorëheqje duke shpresuar që të mos e miratoj kuvendi këtë dorëheqje. Po jo vetëm që ka shpresuar, po çdo ditë po punon që të mos e miratoj kuvendi atë dorëheqje, duke i kontaktuar kryetarët e degëve, duke i kontaktuar përmes sejmenëve të tij edhe delegatë dhe duke bërë lojra të caktuara që të mos miratohet. Shiqoni, edhe sikur gjithë LDK-ja 100% jetë e bindur ta mbajë zotin Abdigjiku. Zoti Abdigjiku moralisht do duhet shkonte për shkak të rezultatit të dobët. Zoti Abdigjiku nuk ka çka jep me LDK-s, është thyrë besimi që ka pasur antarësia e LDK-s te ai. Edhe sikur gjithë delegatë e LDK-s ta mbështesin, ai nuk ka çka t'i afrojë LDK-s sepse ka njerëz që e shohin si pengesë zotin Abdigjiku. Megjithatë ai ndoshta këtë po e sheh kundër. Kryetari i Lidhjes Demokratike i Ashmit, cili do qoftë ai, pa e paragjyku procesin, do duhet të jetë një person unifikues, një person që i mbledh gjitha copëzat e përjashtuara nga LDK-ja, një person që kundërshtarit politik e ka qeverinë, ka vetëvendosjen, e jo të 80%, joni të përfundoj, 80% e energjisë e LDK-s në këto 3-4 vitet e fundit është konsumuar brenda saj
në duke harxhuar energji për eliminimin e njerëzve të caktuar, e jo duke punuar që të ndryshohet qeveria apo të bëhet opozit ndaj qeverisë. Prandaj ky është çelësi kryesor, mungesa e opozitarizmit në Kosovë. Duke parë, zotri Grajinca, postimin e mbrëmshëm të zotrit Abdigjiku, disi edhe u latë nënkuptoj se ishte më shumë si një lloj arsyetimi në rast se marrim vetëm njërin prej paragrafeve, ndoshta për elektoratin edhe për gjitha ato akuza që po i vinë edhe për brenda partisë. Ka marrë hapin më moral që një kryetar mund të marrë. Kam ofruar dorëheqjen time, kam hapur rrugën për secilin që ka pretendime, jeni të lirë të garani, në kuvend e keni mundësinë. Tani vendimi nuk është i imi, është i LDK-s. Që lënë të nënkuptoj se është i gatshëm të mbaj postën e kryetarit të LDK-s në rast se të njëjtit dëshirojnë që të jetë ashtu. Unë nuk jam interesuar të komentoj deklaratat e Facebookut të kujdo qoftë, por... Po, ky nuk është e kujdo, është e kryetarit partisë. Forma si e ka thënë, sepse unë vetë e thash atë se që mendoj. Zoti Abdigjikun, edhe nëse gjithë LDK-ja mbështet 100% sot, nuk ka se çka i afron më shumë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Rreth 50.000 vota më pak. Humbja në Prishtinë, humbja në qendrat kryesore të Lidhjes Demokratike, në qytetet kryesore, humbja në qytetet ku e ka pushtetin Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo është e pafalshme. Prandaj thjesht është keq menaxhim, nuk po duam të përdor ndonjë fjalë më të rënd, po ja lë kësaj vetëm pjesës së menaxhimit dhe mungesës së strategjisë. Prandaj është mendim personal i imi, sa më shpejt që të shkojë zoti Abdigjiku është një kontribut i tij për Lidhjen Demokratike të Kosovës. LDK-ja nuk është për heqje kokësh, nuk kërkon ta largojë zotin Abdigjiku nga partia, por nga të qenit timonier i saj, atëherë kush do të mund ta drejtonte? Po ju thash edhe më herë, LDK-ja ka një numër të madh të kuadrave që mund të jenë. Megjithatë të përmendim disa emra cilët do të mund të